emocionale, prezencë të madhe të besimtarëve dhe besimtareve, po ashtu çdo natë para namazit të teravive ligjerohet nga unë apo dhe musafir të tjerë, dikun për 20 minuta, ndërsa në 10 e fundit, po ashtu dikun 20 minuta mbas 4 rekateve, ka këshilla, ligjerata, po ashtu është bo shprehi tradit që çdo të diele, që zakonisht janë 4 të diele, kemi musafir, edhe këtë vit startojmë me kryimamin e Këshillit Bashkisë Islame të Prishtinës, pastaj dielën e 4 marrëm musafir zakonisht vendit tonë, në Kosovës, po marrim hoxhallar të cilët janë të përgatitur edhe të cilët i kërkon xhamati, sepse nuk i marr ata për çefin tim apo për tonë, po për çefin e besimtarëve. Po kanë po keni çef këtë Ramazan, i dhon disa preferenca. Edhe interesant është në ato ligjerata që organizohen të dieleve pas namazit të drekës, jo një sallë, po thuj se gati këto sallat janë të mbushura. Këto janë disa nga aktivitetet, shtoj asajna edhe iftaret që i bojmë, tash këto kohët e fundit edhe temperaturat e ulta, edhe të reshat atmosferike nuk përdojnë komoditet që iftaret organizohen për xhamia, tash iftaret i organizojmë, fillojmë këtu pe xhamis, falim namazin, mirë po shpesh jemi në për restorante, ambient të ndryshme, në ambient të tjera. Rrugtimi juaj si imam, sigurisht është histori pak më gjatë, për pika të shkurta, ishte dëshirë vullneti juaj personalisht, ishte edhe ideja prindërve, dhe ku keni kryer shkollë pa medresen, pa ashtu edhe studimet? Po, unë ve nga treve Allapit, nga fshati Sibovce, i muhaxherëve, Sibovce i Podujevës, sepse aty janë 2 Sibovce, Sibovci i Jerlive vendasve, Sibovci i muhaxherëve. Do me thonë, na jemi të dëbuar në vitin 1878 nga Sanxhaku i Nishit, familja ime ma konkretisht të dëbuar nga fshati Simnic. Për ata dhe një pjesë e madhe, familjes sonë e mban mbi emrin Simnica, ose më thonë gjysma, e gjysma tjetër e mban mbi emrin Musliu, edhe kemi edhe disa që kanë mbi emrin Emini. Fshati im aty, apo ne muhaxherët shuhemi si fetar, do me thonë tradicionalisht e kemi majt fenë. Se jemi friksu, se kemi fqim verior nga asimilimi, ku ta dione, kështu që feja ka lujt një rallë dhe lunë, edhe do të lunë gjithmonë që ka përmerujt identitetin, jo vetëm fetar, për identitetin kombëtar. Pra vinë nga një familje tradicionale, si në zonës të fillore, kam qenë tash kur folin vetën e parë pak në ashtaj ben me u lavdu, po kam qenë i shkelqyshëm dhe thonë drejten asnjëherë se kam ndërru me qenë hoq. Si andër se fëmijë kam pas me u bo mjek. Edhe më ka pëlqy, do me thonë, ajo garderoba, uniforma, edhe ajo elegancia mjekve, edhe gjithmonë e kom ndru që nesër me i pas ato dëgjuset të qafë, mantilin e parë dhe me qenë dikon në për ambulanta, apo në qëkukë, apo këta dione. Mirë po, baba dhe nëna e njerës që ta duen më të mirën. Nuk ka dikush ta dënë më të mirën. As gruja, as fëmija, as kërkush. Më të mirën ta dënë nëna dhe baba. Dhe baba si dashamir i fesë. E që po e thamë, une nuk e kam ato atë shumë, a i ka qenë i flak për hoxhallarëve. I flak ka qenë. Edhe e kujtoj kër ishëm vitin e parë medrese, a i çdo javë e lënte punën në xhamovin të falte medrese. Si hynte te dera, nxënësat ka 14-15 vjet. Do me thonë, në vit parë, a i thënë të selam aleikum, si hoxha efendi, si hoxha efendi. Për shkak dashnisë e ka pas. Po, dashnisë madhe, edhe këto të qeshin aty, se qysh hoxha efendi, ai na s'dishëm mirë, ndoshta gjanat elementare si dishëm, s'dishëm mirë me lexu Kur'an. Si fillestar. Edhe i thesh, baba, pse po i thu, ke krejt ta kanë më bëu hoxhallar. Edhe vërtet aty ka qenë hoxha Ekrem, ka qenë hoxha Sadate, hoxha Faruk, Recep Lushta, Krymami, hoxha Xhelal, hoxha Ifan Salihu, kanë qenë hoxhallar plot, s'po më përmend këtë, s'po kujtohen, po me të vërtet shumica janë bo imams, shumica janë sot hoxhallar edhe punojnë në sferën e davetit.